Gati shkarkimi i kryetarëve të njësive administrative të Bashkisë së Vlorës. Zërat se kryetarët e njësive administrative mbështesin kandidat veçantë në listën e hapur, pritet që do kushtoj shumë, për shkak se nuk duhet të dalin as pak hapur dhe të bëjnë fushat për kandidat të veçantë dhe të jenë për krah kandidatëve të caktuar në orarin zyrtar të punës. Kryetarët e njësive administrative të Novoselës, Shushicës, Orikumit dhe Qëndrës janë bërë palë me kandidat të veçantë dhe po bëjnë hapur fushat, por kjo gjë nuk mund që të tolerohet në një situatë të tillë, kur e ndalon ligji dhe kodi zgjedhor dhe kur ligji dhe kodi zgjedhor e cilësojnë shkelje. Mbas orarit zyrtar të punës, pra 8 orarshit, kryetarët e njësive administrative mund t'i presin kandidatët në mënyrë të barabartë dhe pa shfaqur mbështetje në publik, por asnjë prej tyre nuk mund të bëjë hapur fushat për emra të veçantë, pasi kjo gjë është shkelje. Pikërisht për këtë qëllim, është ngritur në Bashkinë e Vlorës një grup pune për të ndjekur hapasapi të gjithë aktivitetin e kryetarëve të njësive administrative, për të cilët ka ankesa dhe fakte se po mbështesin hapur kandidatë të veçantë për deputet në listat e hapura dhe se kjo situatë nuk do të ketë asnjë tolerim. Grupi punës i ngritur në bashki do të ndjek hapasapi punën dhe aktivitetin ditor të kryetarëve të njësive administrative, por po vëzhgon gjithashtu edhe sjelljen e administratës, institucioneve, drejtorive dhe ndërmarrjeve që varen nga bashkia. Asnjë nuk duhet të merret me politikë dhe fushat në orarin zyrtar të punës, e aq më shumë, asnjë nga kryetarët e njësive administrative nuk duhet të merret me fushat brenda këtij orari dhe të bëjë mbështetje për kandidat të veçantë, por këtë gjë mund ta bëjnë jashtë orarit zyrtar të punës, madje t'i presin dhe përcjellin të gjithë të barabartë dhe pa dalë në mbështetje publikisht, por ditën e votimit janë të lirë ta hedhin votën dhe të zgjedhin këdo nga kandidatët që ata preferojnë. Kryetarët e njësive administrative të Bashkisë së Vlorës nuk duhet të bëhen palë dhe nuk duhet të pinë raki me kandidatë të veçantë të listës së hapur në lokale dhe të bëjnë fushat për ta gjatë 8 orarshit zyrtar të punës, por duhet të merren me punët e përditshme, si dhe me shërbimin ndaj qytetarëve. Ata duhet të shikojnë çështjet e pastrimit dhe problemet e tjera të banorëve të zonave që drejtojnë dhe përfaqësojnë dhe ta lënë tifozllokun apo mbështetjen e fushatës për kandidatë të veçantë për deputet të atyre të listës së hapur. Bashkia e Vlorës dhe grupi punës që është ngritur në këtë institucion do të marrë masa ndaj kryetarëve të njësive administrative, të cilët tashmë rrezikojnë shkarkimin.